Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Kënaqësi t'ju them mbarësi në ditën e sotme, kudo që të na ndiqni. Studio jon sot është shumë festive. Është entuziaste. Është një shumatore e momenteve të bukura të garave. Është një shumatore emocioneve që lindin nga këto gara dhe që formëzojnë sportistë të rinj në sportin e gjimnastikës. Me mua sot në studio janë pikërisht titullarët e medaljeve në kampionatin e gjimnastikës, të cilët kanë ardhur së bashku me trajnerët e tyre, zotin Izmir Kashi dhe zonjën Shpresa Salja, së bashku me këto kampion të cilët do vinë me radhë në mikrofonin e Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Mirëmëngjesi të gjithëve. Të gjithëve. Natyrisht është shumë bukur që t'ju drejtohesh sepse pas garave të kampionatit shumë çka sillet në mendje, shumë çka të nxit për të vazhduar punën. Dua t'ju uroj për rezultatet që keni mbritur. Shumë faleminderit. Besoj se ka qenë një punë shumë e madhe, edhe jo pa emocione, apo jo? Në kampionatin kombëtar që u zhvillua në Tiranë me datë 18 dhe 19 qershor, morën pjesë shumë sportistë, morën pjesë 6 ekipe kombëtare, si dhe ishte një garë shumë e fortë. Vajzat e ekipit ton u danë mjaft mirë brenda pritshmërive tona. Stërvitja u bë shumë intensive dhe kena punu shumë 6 ditë në javë me nga 3-4 orë stërvitje, që vajzat e morën shumë seriozisht dhe ja dolën brenda objektivave tanë. Mësuese Shpresa, patjetër që ka emocionet e veta, sepse gjithë kjo përgatitje lidhet me një kontribut shumë të madh, jo vetëm të ju mësuesve, por të fëmijëve, të familjeve të tyre, të cilat natyrisht të pulsojnë me këto emocione. Po, për këtë na kanë ndihmuar shumë prindrit e fëmijëve që janë kanë çdo moment afër tyre, si në stërvitje, gjithashtu edhe në kampionat që i rrinë afër. Është bukur kur ngjall frymëzim në punë. Besoj se ju e keni shpërndar këtë frymëzim tek këto sportistë. Si ja keni arritur? Ti frymëzoni? Unë vetë kam qenë gjimnaste dhe kështu pasioni im që e gjimnastikës, kështu sot jam duke e shpreh me këto gjimnastet. Sa gjë e bukur, do bisedojmë sepse tani do t'ju lëm vendin këtyre dy rekordeve fituesve. Në vendin e çfarë vendesh keni zënë ju? Vendin e parë. Pra. Po? Unë gjithashtu kam zënë vendin e parë. 2 vende të para. Po. Si quheni? Unë quhem Larisa Mugri, ndërsa unë quhem Vida Beci. Keni në kategoritë e moshave të ndryshme apo jo? Të ndryshme. Po. Në moshën 90, kurse unë 11-12. Çfarë ndjeni tani që jeni fituese të medaljeve në vendin e parë? Unë ndjem shumë e gëzuar sepse ishte një garë shumë e fortë, sepse ishin 6 ekipe. Surprizova kur mora vendin e parë. Gjithashtu edhe unë ndjeva shumë e lumtur dhe shumë krenare. Besoj se e gjithë kjo është si rezultati një pune shumë të madhe që ju keni bërë, apo jo? Po. Ku e keni ndjer veten më mirë, më të sigurt në të cilat ushtrime? Ushtrimet e tokës. Edhe unë. Po ato që janë në instrumente të ndryshme, në vegla sportive, si ishin për ju? Për mu ishin pak të vështira, por ja dala. Në qoftë se i ikën ngulse. Keni punuar, si keni punuar? Mësuesi ju tha që jeni stërvitur në 6 ditë të javës me orë të shumta. Çfarë do të thotë kjo për ju? Jemi lodhur shumë për të arritur këtu ku jemi tani.
Po kur keni djerë ato zanat e shoqeve, shokëve tuaj që ju inkurajonin me emra, jepi forca, shumë bukur, çfarë keni ndjerë? Kënaqësi, na motivojnë. Ashtu. Edhe sa herë që na përmendin emrin, aq më mirë bëjmë ushtrimin. Këto janë medaljet e vendit të parë. Pra, Larisa Mugri, 36 pikë, jepet në vendin e parë në kampionatin kombëtar të gjimnastikës artistike për grup moshat 9-10 vjeç. 9 deri në 10 vjeç. Është një diplomë që patjetër e ke dhe do ta mbash shumë të shtrenjtë, apo është diploma e parë që merr apo ke marrë edhe diploma të tjera? Kam marrë dhe diploma shumë të tjera. Në çfarë aktivitetesh? Shumë aktivitete, kampionate për vende ndryshme. Po ty, Serena? Luida. Më fal, Unë kam marrë shumë certifikata për muzikë dhe gjimnastikë. Gjatë shumë e bukur. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë sukses, ndërkohë që me mësues Izmirin do të vazhdojmë bisedën, sepse do vinë këtu në para mikrofonit 2 gjimnastë të tjerë, të cilët kanë vjuar me sukses garën. Mësues Izmiri, ti motivosh këto fëmijë nuk është e lehtë, apo jo? Natyrisht duhet një punë shumë e madhe, jo vetëm në vitët e fundit të kampionatit, por për gjatë gjithë kohës. Po, ne kemi vite që stërvitemi me këto fëmijë dhe tani është momenti që të marrim rezultatet e tyre dhe shpresojmë që edhe në vazhdimsi të keni këto rezultate duke punu shumë, se në stërvitjen tonë punohet me shumë pasion dhe i motivojmë fëmijët që të kenë rezultate dhe të vinë me shumë dëshirë në stërvitje, si që shihet edhe tek numri që kena në akademinë tonë. Shumë fëmijë kanë dëshirë të regjistrohen, ato regjistrohen që në moshën 4 vjeç i marrin fëmijët. Si merrni? Duhet të kenë të dhëna të veçanta apo? Atëherë, mosha 4 vjeç është një moshë specifike që çdo fëmijë mund të bëhet një gjimnast shumë i mirë, duke punu gjithmonë shumë. Por, duke u rrit fëmija, është më tepër e vështirë që të krijohet përkullshmëria, të krijohet rezistenca etj. Por, çdo fëmijë mund të bëhet një gjimnast i mirë. Sporti i gjimnastikës është një sport që është shumë i vështirë, por është edhe mjaft i bukur kur merr rezultate të mira. Ja t'ja drejtojmë mikrofonin dhe këtyre 2 fituesve. Ti ke emrin? Unë quhem Eduard Zefi. Unë jam Gresa Dragoni. Çfarë vendesh keni zënë në kampionat? Unë kam zënë vendin e tretë për grup moshën 12-13 vjeç. Ndërsa unë kam zënë vendin e parë për grup mosha 13-14 vjeç. Gja shumë e bukur. Po mirë, e gëzofsh këtë diplomë shumë, do më thënë se Gresa, edhe ti, Eduard, besoj se është shumë e shtrenjtë, sepse është fituar me mund dhe djerës, apo ja? Po. Prej sa kohësh jeni në sportin e gjimnastikës? Unë jam 2 vite. Ndërsa unë kam 4 vite e pak. Si është dukur në fillim kur keni ardhur tek palestra e stërvitjes? Unë në fakt ditën e parë nuk më ka pëlqyer, po me kalimin e kohës, duke mësuar ushtrimet e reja, filloi duke më pëlqyer shumë. Më ka pëlqyer qysh kohën e parë kur kam hyrë në palestër edhe deri tash. Po çfarë ju pëlqen më shumë tek gjimnastika? Cila është e bukur e këtij sporti sipas jush? Më pëlqen shumë nga që gëzohesh me një ushtrim që mëson, ose të jep gëzim nëse bën ti një ushtrim, ose kur garojmë, ose kur luajmë. Në fakt çdo gjë është e bukur aty, edhe sidomos veglat që bëjmë. Ushtrimet në vegla siç duket ty të pëlqejnë më shumë, apo jo, Gresa? Po. Sa e bukur dhe e vështirë është të bësh këto ushtrime, sepse duhet të jesh shumë e përgatitur, apo jo? Po.
duhet me shumë stërvitje, duhet që t'jarrish gjitha këto që kam arrit deri tash. Sa kohë stërvitesh? Në për garat që kam stërvitem nga 3 orë e pak, ndërsa në kohët tjera stërvitem me pak. Po, besoj se duhet të kesh një regjim të fortë ditor. Po, do të me ushqye mirë dhe shëndetshëm që Kush kujdeset për ushqimin tënd? mami. Pra, familje të inkurajon. Po, Apo jo, mësuese Shpresa, besoj se të gjitha këto ndjehen së brendshmi ju edhe si mësuese, por edhe si grua, besoj se e ndjeni shumë afër kujdesin për këto gjimnast që ata të plotësojnë të gjitha parametrat e trajningut modern, apo jo? Po, ne aty mundohuna mjë ndajt pranë fëmijëve, bajmë bisedat lira me ta, bashkë bisedojmë për gjana shumë të ndryshme, ose në i gjatë që mund të kenë në i problem të momentit, ju rrim pranë. Komunikimi është një shtri Njështri në vete. Kjo e bën ndoshta, siç thotë dhe Gresa, më ka pëlqyer që në fillim kur kam ardhur. Ja ta pyesim edhe një herë Gresën, si ka qenë dita jote e parë në palestrën e gjimnastikës? dita por ka qenë shumë e bukur dhe kam fillu me bë ushtrime sa më shumë që të stërvitem sa më shumë me arrit këto ko jam. Kush të kishte sjell tek palestra? Më ka sjell mami. Është gjithmonë nxit se familja, prindrit, Po, po për ata ty më e shtesin. Mua ditën e parë kur shkova, qëndrova të shikoja se çfarë bënin dhe më pëlqevi se si i bënin ushtrimet dhe doja edhe unë ato momente që të bëja edhe unë. Po ishte vështirë që ti bëje ato? Ha? Si fillim? Në fillim ishte, por kur i praktikon mësohen kollaj. Mësuesi Zmiri, që të nxisish emocione të bukura, është edhe një psikologji e mirë komunikimi, apo jo? Po, është e vërtet. Eduardi në momentin që erdhi ishte pak sa një mosh më të rritur se tjerët dhe e mendonte që nuk do t'i arrinte se shikonte fëmijë që ishin më të vëgjël dhe arrinin të bënin shumë ushtrime, por duke punu shumë Eduardi, duke ardhur në stërvitje që herët dhe duke iki fundit nga palestra e gjimnastikës, ai i arriti shumë mirë që të arrinte të gjitha ushtrimet. Ju lumt, Eduard dhe Gresa, besoj se këto arritja do t'jenë një frymëzim shumë i madh për të vazhduar, apo jo? Ju uroj shumë suksese, sepse natyrisht është shumë bukur kur arrin rezultate dhe kur bëhesh titullar i garave. Tani, pranë mikrofonit më vinë 2 fëmijë të tjerë. Merilini më duket shumë e njohur, sepse e kam parë në disa momente në garë. Përshëndetje Merilin. Përshëndetje, unë quhem Merili Islami dhe jam qysh 5 vjeqa, gjimnastik. Dhe unë mora vend 2. Por ke shumë vende të mira, të para, gjë që ta bën shumë entuziast rritjen tënde si sportiste. Në moshën 90. 9 dhe 10. Ndërsa Kurse unë jam Paulo Zefi dhe kam nxënë vendin 3 dhe jam qysh 8 vjeç në gjimnastik. Pse ju pëlqen të shkoni dhe të vazhdoni gjimnastikën? Sepse mund të mësoj shumë ushtrime të vështira dhe të kënaqshme. Cili është ushtrimi që të pëlqen më shumë, Merilin? Randet salë me këthim. Sa gjë e bukur. Edhe një herë ma thuaj se unë nuk e di shumë mirë këto ushtrime. Po? Randet salë me këthim. Është e vështirë edhe e bukur. Po ty, Paolo? Po kurse mu pëlqen 2 fiflok salto. Si është ajo? Sillesh 2 herë apo? Po, rëndat edhe mu sill 2 herë edhe një salto. Po si mendon, si të bën zemra në ato momente kur ti sillesh? Ha?
shumë mirë. Mësuesi Zmiri, besoj se këto fëmijë që kanë ardhur që 5 vjeç, për shembull Merilini dhe Paulo që 7 vjeç, tashmë janë jo thjesht miqësuar, po gjimnastika ju është bërë një pjesë e pandare jetës së tyre, apo ja? Po, në ekipin ton nuk është se jemi thjesht një ekip, por jemi një familje e madhe me shumë sportista, që kemi mjaft afrimitet si me sportistat, po ashtu edhe me prindërit, që i falenderoj shumë për çdo mbështetje të tyre. Unë nuk e di, po për shembull Merilini me sa di ka dhe motrën dhe vëllain, ë? Po. Gjë që do të thotë se krijon një traditë familjare. Pra, komunikimi në këto raste, por edhe stërvitja, pikësynimet, arritjet, janë pjesë të jetës së përbashkët në palestrën e gjimnastikës. Si mund ta konsideroni këtë panoramë të bukur pune, marrëdhëniesh, emocionesh? Në fillim ishte mjaft e vështirë, por duke avancu me programin stërvitor që kemi vendos dhe ja dolem me sukses që të vim në këtë situatë që jemi sot me këta kampiona. Objektivi jon në stërvitjes është masivizimi i sportistave dhe edukimi i tyre me disiplinën sportive. Gjë që është shumë e rëndësishme kur vjen dikush i ri, një fëmijë, troket bashkë me prindin, apo ju edhe i përzgjedhni nga shkolla, klasa të ndryshme, si bëhet përzgjedhja, sepse ju keni tashmë një ekip të formuar. Ne kemi rrjete sociale të cilët fëmijët kontaktojnë, po ashtu kemi shpërndar fletushka në çdo shkollë, dhe kemi mjaft kontakte të cilat e kemi të ndame me grupe çdo sipas kategorive. Merilin, ty në shkollën Dremjeda të njohin si sportiste, madje të kanë dhënë edhe vlerësime, apo jo? Si e ndjer ti? Shumë mirë, dhe ushtroj jam të 5 vite dhe të baj ditën e dile. Po, në shtëpi, sepse besoj se edhe në shtëpinë tënde, me që je edhe me motrën dhe vllain gjimnast, patjetër që nuk rini pa bërë saltot, ushtrimet e ndryshme, kujdes tavolinën, kujdes karrigën, divanin, vazon, ju porositin nga njëherë. Si është atmosfera aty, sepse është edhe një palestër e vogël duhet jetë edhe në shtëpinë tënde. Po, kam e vogël. Si kanë emrat motra dhe vllajut që... Motra jeme, ka emrin Norgesa Islami. Edhe ajo është gjimnaste, po? Dhe Re Islami. Re Islami, vllaj. Ti je ajo që i frymëzon ato, apo të gjithë bashkë mbështesni njëri tjetrin? Po. I mbështesni njëri tjetrin, po kritika i bëni njëri tjetrit, ju çfarë i thoni njëri tjetrit? Si e motivoni, si e nxisni njëri tjetrin? Ka herë edhe vllajin e nimaj për ushtrime. Se kam qenë që me mësu edhe ai, me mësu gjimnastikë. Gja shumë e bukur. Ndërsa prindrit gjithmonë ju nxisin që të vazhdoni sportin. Dua ta pyes Paulon. Paulo, ti stërvitesh. Po. Por stërvitja nuk mbaron vetëm tek palestra. Po. Si e mendon ti kur të shkoj në shtëpi, do t'i bëj edhe një herë atë? Po, sa shkoj në shtëpi, u liçante në vend dhe filloj të bë se nuk mund të rri po vënë gjë. Po shumë mirë në shtëpi të thonë bravo, apo çfarë të thonë?
kujdes se thënë një gjë ose kujdes divanin e gjëra tjera. Po kujdes kamën, Po pra. kujdes dorën. Mirë pra, tani që ke marrë këtë diplomë, si të kanë përshëndetur në shtëpi, si të kanë prit, si kanë qenë aty me ty, me emocionet e garës? Shumë mirë. Shumë të gëzuar. Shumë të gëzuar. Po. Po shokët dhe shoqet? Shumë të gëzuar edhe ato. Bravo. Ju lumt, ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Profesor, besoj se ju keni një histori tuaj janë si gjimnast, apo jo? Po, familja ime e ka tradit familjare sportin e gjimnastikës. Babai im ka qenë sportist me ekipin e Partizanit dhe me ekipin e Vllaznis Babai për yt vite me radhë, i cili quhet Latif Kashi dhe na jep një ndihmë shumë të madhe në palestrën e gjimnastikës. Shpresojmë që të ecim në hapat e duhur. Ju vet keni marrë pjesë në gara të ndryshme? Po kemi marrë pjesë në disa gara, por ishte koha e cila pati një shkputje gjimnastika në vendin tonë dhe u mbyll shumë shkurt. Profesorish, besoj se ju keni historinë tuaj. Po, edhe unë po kështu si varzat kam pas fillu gjimnastikën qysh e vogël, qysh moshën 8 vjeqe. Me çfarë trajneri keni filluar ju? Unë e kam fillu me profesorish Bejli, nuk ja ditesh kam harun vjermën se ka shumë vite, me profesorish Vjolcen, Muzejen, profesor Hivzi Bushatin, deri momentin e fundit që ishim të i kalu të profesor Bardhyli, aty u shkpot gjimnastika. Pra keni një histori tuaj. Po. Kam marrë shumë pjesë në për këto aktivitetet gjimnastikore në gara. Kur ju është dhënë mundësia që të jeni trajnere këtyre fëmijëve, çfarë keni ndjerë? Ja shumë kënaqësi mu me punu me këta fëmijë, si janë shumë talentum. Për vetë e ndjej veten shumë mirë ka shi këtyne. Punoni pa u lodhur. Janë kanë ardhur edhe 2 vajza që mbajnë medalje, që kanë diploma. Dua të prezantohem me to. Po dhe flokët i keni bashkë shumë bukur. Jeni shoqe me njëra tjetrën? Po. Të gjithë gjimnastika ju bashkon në një shoqëri të mrekullueshme. Dhe kur njëra apo tjetra është në garë, ju thërrisni që ta nxisni emrat e njëra tjetrës, si ndikon kjo thirrje entuziaste? Si ndikon? Mendoj se motivon më shumë atë dhe i jep përkraje që me vazhdu më para. Sa bukur. Ti e ke emrin? Serena. Serena? Serena Kraja. Dhe je fituese e vendit? E vendit e tretë, për grup moshat 11-12 vjeç. Të lumt. Bravo. Emri yt është? Unë quhem Michela Bitani dhe kam fitu vendin e parë për grup moshat 7-8. Po sa bukur, po sa mirë, po jeni duar trokitur pa fund besoj, apo jo? Po si ishte kjo kur e ndjet veten aty në podiumin e vlerësimit? Nuk e mendoja se do fitoja një vend të parë, por kur dëgjova emrin Michela Bitani, u gëzova shumë. Michela Bitani, në çfarë moshe ke nisur gjimnastikën ti zemër? 5 vjeç dhe jam tesh 2 vite. Po sa e gjatë, shumë, mendon se gjimnastika ju ka sjell gjana të mira për organizmin, për trupin, për ecurin tuaj. Çfarë ju ka sjell sipas jush? Na ka zhvillu më shumë. Edhe i na knoq duke bërë gjimnastik, sepse normalisht ishte gjë që vetëm ne pëlqejshim gjithmonë të bëjmë. Sa mirë. Mirë, si kanë qenë garat e këtij kampionati? Sipas jush, si keni ndjerë ju këto gara? Unë jam unë gjithashtu. Po, përveç trajnerëve, ishin edhe të tjerë që u ndiqnin? Kush kishte ardhur për shembull për? Unë kishte ardhur vetëm babi. Ndërsa mu më ka ardhur mami. Dhe prindi tjetër rrinte në telefon, Po. U zhvillu gara, si doli, sepse ju besoj se dhe e dini, po prindi emocionohet shumë për fëmijën e vet. Po. Dhe një ndër kënaqësitë më dha të prindit është kur fëmia ka rezultate të mrekullueshme. Ju si shihni këto tek prindit tuaj? Çfarë ju thonë? Ju shpërblejnë ndonjë gjë apo? Po, mu po. Për shembull. Mu kur kam shku në shtëpi, më kanë falë të gjithë lek.
Ato lekë me çfarë do bësh me ato lekë? Kam ble gjëra. Gjëra të bukura, të dashura, mirë. Ndërsa për mu më kanë thënë që janë kënaqur shumë edhe janë ndi krenar, edhe për mu ka mjaftu edhe më kanë përkrahur shumë. Kjo gjë e mrekullueshme. Shpirti është i mrekullueshëm kur të dhurohet me kaq dashuri dhe me kaq përkraje. Ju si punoni gjatë ditëve të stërvitjes? Unë shkoj në 4 dhe rri deri në 8 pajqerë, 4 orë. Ndërsa unë punoj 3 orë, 4 orë. Tani garat kanë mbaru. Po si do t'jeni ju? Do të vazhdoni stërvitjen apo do të bani pak pushim? Jo, nuk do t'a laj kur, derisa të rritem. Ndërsa edhe unë do të vazhdoj të mësoj ushtrimet në të reja. Bravo, ju lumë. Suksese gjithmonë. Faleminderit. Ndërkohë, nëse shpresa besoj se jeni shumë e afjatuar pikërisht me këtë ndjesi. Të nxisësh këto gjëra kaq të bukura e ti ndjesh nga afër, do të thotë se ju keni arritur të formoni një ekip të mirë, apo jo? Po, kjo është gjë që tamam e kënaqshme se Shkodrat ketë po si ka kënë dikur, po këtë ekip pasars. Mësuesi Zmiri, besoj se ekipi juaj ka shumë fëmijë, përveç ju keni sjellë 10 fëmijë këtu sot, që janë fitues të vendeve të para, të dyta, të treta. I përshëndes të gjithë fëmijët që kemi në stërvitje, sepse edhe ato mund të ishin pjesë e këtij emisioni, por përveç se kemi një vend shumë të vogël, nuk mund të merreshim të gjithë. E vërtet. Keni një numër të madh në skuadër, një numër të madh fëmijësh? Po, përveç se kemi një numër të madh fëmijësh, ka dhe shumë interes për regjistrimet e reja, të cilët kontaktojnë dhe dëshojnë një moment të cilët janë gati të vinë në ekipin tonë të bashkohen. Këtu kanë ardhur edhe 2 vajza të vogla. Më pëlqen që ju flokët i keni lidhur kaq bukur. Është kusht nganjëherë që të mbahen flokët e lidhur gjatë stërvitjes dhe ju si gjimnase që të mos keni flokë të hapur edhe t'ju ngatrojnë, apo është dëshira juaj që t'i mblidhni kaq bukur? Është dëshira jonë të kemi flokët si të dojmë ne në stërvitje, ndërsa në kampionate është ndrysh sepse duhet t'i lidhen flokë 2 gërsheta që flokët mos ta binë në fytyrë. Sa bukur. Emrat tuaj janë? Unë quhem Klea Marko. Ndërsa? Unë quhem Maria Zefi. Çfarë vendesh keni zënë ju në këtë kampionat? Unë kam zënë vendin e 2 për grup moshën 11 deri në 12 vjeç. Ndërsa unë kam marrë vendin e 2 në moshën 7-8. Gjë shumë e bukur kjo, a? Po. Të arrish, sipas jush, si ishte kjo garë? A kishte shumë, po e themi rivalitet, a kishte shumë të tjerë sportistë të mirë, ju e keni ndjerë këtë rivalitet të garës edhe mes ekipeve të tjera? Konkurenca ishte shumë e madhe sepse ishin 6 ekipe dhe secili donim që të fitonim. Ju i keni ndjekur edhe garat e ekipeve të tjera apo vetëm shokëve dhe shoqeve tuaj? Ne kemi ndjekur edhe të shokëve dhe shoqeve tanë që mund t'i mbështesim edhe ata. Por edhe të ekipeve të tjera, apo jo? Si janë dukur ato shokët dhe shoqet nga qytetet të tjera? Janë dukur shumë mirë sepse aty tregojnë të gjithë përkushtimin që kanë vërë për këtë sport. Në fakt, kur ti Klea e fillove garën, çfarë i thënë vetës, me vete? Që të vazhdoj dhe mos të ndalem, që të përkushtohem. Po. Maria, po ti çfarë i the vetes tënde? Unë thash të vazhdoj gjimnastikën, mos ta lë kur mos dore dhe derisa të rritem. Bravo. Kush të mbështet ty zemër? Unë mbështet mami dhe babi. Shumë mirë. Por familjen tënde, keni pasur ndonjë gjimnast, ndonjë motër, ndonjë vlla? Po vllain e kam në gjimnastik. Ai ka qenë frymëzimi yt? Po. Shumë bukur. Po ti Klea? Unë jam vetëm unë, nuk kam vlla ose motër këtu. Me jetë. Por mbështetja për ty është shumë e madhe. Po, nga familja ime. Në cilat ushtrime të duket vete se je më e fortë, më sigurt? Në ushtrimet e paraleles. Sa bukur.
Unë për vete, do ta kisha pas pak frikë, po të je sportiste e mrekullueshme. Mësuesi Zmiri, besoj se është kënaqësi të punosh me këto fëmijë që kanë kaq dëshira. Ndoshta ata edhe të nxisin shumë, por nga ana tjetër sa kujdes duhet të kesh që ti ndjekësh të gjithë me Ajo radhë. është kryesorja, është një sport mjaft i vështirë, por është i bukur, i cili don një përkujdesje shumë të madhe, që nga momenti që hyn në palestër fëmia deri në momentin që del nga ajo derë. Duhet një vëmendje shumë e madhe, të cilët i 100% duhet jesh tek fëmia dhe të përkushtohesh atij. Tani kampionati përfundoi. Besoj se keni të tjera aktivitete në vimësi. Po. Tani për momentin shpresojmë që të shkojmë në Kosovë, të një aktivitet i radhës atje, pastaj vjen Kupa Republikës, e cila organizohet nga Federata Shqiptare e Gjimnastikës, dhe të shohim aktivitetet e radhës. Unë ju uroj veç suksese. Vërtet emocione shumë të bukura, arritje, punë, por që çdo gjë shpërblehet dhe me rezultate. Besoj se siç tha dhe ju, shumë pritshmëri i keni realizuar. Du të them edhe diçka për nxajet e gjimnastikës, s'duhet lënë pa kujtuar zotin Leonard Lulej, i cili e riktheu gjimnastikën në vendin tonë, që pas viteve 90 gjimnastika kishte ikur nga funksioni dhe pastaj u vendos presidenti i Federatës Shqiptare të Gjimnastikës dhe ai e rikthei. Respekt. Mësuese Shpresa, besoj se me këtë dashuri dhe ndjesi që ju keni, besoj se përsëri do të keni objektiv për të zënë vende të mira në kampionatet apo në kupën e aktivitetet të tjera, apo jo? Po, ne çdo ditë edhe pasi kryjmë këtë kampionat, mendojmë të fillojmë që të mendojmë për kampionatin tjetër, që të fusim plus këtyne gjimnastëve që kena talentume, fusim edhe përsëri një brez tjetër më të ri, që me pas gjithmonë gjimnastiken në vazhdim. Respekt pafund për punën tuaj dhe ju uroj shumë suksese. Shumë suksese. Le të mendojnë që tashmë vllaznia është në vendet e para dhe titullare e këtyre veprimtarive. Mbarësi dhe shumë suksese në ecurinë e ekipit. Faleminderit shumë.